Zotërit e kinematografisë botërore prekin tokën shqiptare në filmin Mijent Milošević me skenar dhe regji nga Arben Kastrati, një produksion i përmasave të mëdha që ndërthur historinë me aspektet njerëzore të krijimit të një heroizmi të rem. Pas suksesit e jashtëzakonshëm të The Brave, ky film rikthen në produksionet shqiptare aktorin e njohur hollywoodian Louis Mendilor. Mendoj se personazhi im është një reflektim dhe metaforë mbi jetën, politikën dhe njerëzimin. Dhe ndoshta pyetja që shtrohet është, a është ai njeri i mirë apo i keq? Skenari i Arbenit është shumë i thellë, personazhet janë shumë të pasura. Në këtë film ndodhin shumë histori që ndërthuren mes tyre. Sot vendi juaj duket një vend i mrekullueshëm. Ende nuk kam shkuar në plazh, por kam dëgjuar se plazhet në jug janë fantastike. Kjo zonja këtu është më e mira, një kontribut i jashtëzakonshëm për filmin, dhe kamera e adhuron, siç mund ta shihni. Ishte shumë kënaqësi të takoja Lolën dhe shumë njerëz të tjerë. Eriola Braha, protagonistja dhe partnerja e Louis Mendilor në film, rëfen se si u gjend në këtë produksion ndërkombëtar dhe impaktin që pritet të sjellë në promovimin turistik të Shqipërisë. Besoj shumë që në rrugtimin tonë të jetës kryqëzohemi me ngjarje, njerëz, histori që na përkasin prej kohësh. Today is the day, jemi këtu ku duhet jemi gjithë së bashku. Thank you, Luis. Thank you, Lala. Yes, guys. Cheers. Faleminderit. Eksperienca e mrekullueshme, bashkëpunimi me regjisorin Arben Kastrati dhe të gjithë kastin më bëri që të ndjem komode. Personazhi im është Valeria, bashkëshortja e kryeredaktorit amerikan, i cili raporton në kohë reale të gjithë ngjarjet që ndodhin në Kosovë. U përshtata tepër me Valerian pasi një personazh që e gjeta veten menjëherë. Unë vi nga bota e biznesit dhe më vjen shumë mirë që me filmin, me këtë iniciativë, po promovojmë qytetet tona të mrekullueshme, si në Shqipëri dhe në Kosovë. Xhirimet janë drejt përfundimit dhe në vijë pritet të fillojë postproduksioni për të hapur rrugën një ecurije të suksesshme në disa festivale kinematografike. Louis Mendilor, Eriola Braha, Sir Tony Robinson, Denis O'Hare, William Baldwin, Maria Grazia Cucinotta dhe Gerard Depardieu do t'jenë së shpejti në ekranet e kinemave më të mëdha brenda dhe jashtë vendit për t'i dhuruar të gjithë dashamirësve të filmit minuta magjike që mbeten gjatë në kujtesë.